mos lejo me ta përcaktu çmimin dikush që nuk ta din vlerën tënde. Ndëgjoj këtë ngjarje, ndëgjoj këtë mësim se të bën dobi. إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. Në qytetin Samarra, që është në veri të Bagdadit, afërsisht 125 km prej Bagdadit, ka ndodhur një ngjarje që me të vërtetë po kam dëshirë me ndojt me juve, me një dietar të madh të asaj kohe, i cili e udhëhiqte universitetin që kishte ai qytet në kohën e civilizimit islam, ku me të vërtetë lulëzonte dija dhe shkenca dhe njerëzit, studentët prej mbar botës arabe vishin edhe studionin në atë universitet. Aty ky dietar që e qunin Ebul Hasan e kishte shumë nxënës. Mirë po njëri prej tyre ishte shumë i varfër. Edhe pse ishte i varfër, ky nxënës kishte ambicie shumë të larta. Edhe ishte shumë inteligjent, shumë mendjeprehtë. Derisa arriti dashurinë e madhe të këtij profesori, të këtij dietari. Edhe ky nxënës që ishte i varfër kishte dëshirë që në të ardhmen, domethënë aq kishte të mëdha ambicie që të bëhet një shtyllë e madhe e dijes në atë vend. Një ditë gjatë ligjëratave të tyre që kishin, ishte shumë i uritur. Edhe dol për me shku edhe me hongër ushqimin e vet që ka pas të zakonshme, pasi që ishte i varfër, nuk kishte mundësi të siguronte përveç se një bukë edhe disa copë rrep, që kushtonin 2 fels në atë kohë, domethënë monedha me të cilën kanë llogaritë që ishte monedha e vogël, as are e as argjend. Por se fels e quhenin. Se në kohën e sotit me thonë 2 euro apo 2 frank. Shkoj e blejti një copë bukë me një fels dhe me gjysmën deshti ta blente edhe rrepën, atufën me rrepa. Mirë po, çka ndodhi? Kur shkoj tash tek shitsi i rrepave, po don me ble dhe po i thot nuk kam përveç se gjysmë fels. Edhe a ka mundësi, domethënë me ble, mirë po ai shitsi po i thot kushtojnë 1 fels. I tha nuk kam vetëm se gjysmë fels, por se ka mundësi vetëm me ta ofru si këmbim një dobi shkencore apo fikhore prej të cilës përfiton. Edhe shitsi po e shikon me përbuzje edhe duke qesh, po i thot sikur dituria yte të bënte dobi, do ta kishte sjell tyje felsin, gjysmë fels tjetër që me të cilën kishe pas mundësi me ble këtë rrep. Tha shko edhe zhyt diturinë tënde në ujë edhe ndoshta ngopesh. Këto fjalë kur i ndëgjoj nga shitsi i rrepave, ky djalosh, ky student i varfër, i ranë si thik në zemër. Edhe mendoj, ndoshta është e vërtetë çka po thot ky. Tha, çka po më ndobi një dije që nuk më është qenë. 10 vite studim, 10 vite mësim, angazhim, e nuk po ka mundësi me ngop veten. Edhe çka boni, i la studimet, edhe shkoj e gjeti një punë edhe filloj me punu. Pasi që mungoj një kohë, ky dietar i njohur që donte këtë student të varfër, edhe pse ishte shumë i zgjuar, dietari e vrejti mungesën e këtij studenti të varfër, i cili ishte shumë i zgjuar edhe inteligjent, që faktikisht e donte edhe shumë. Edhe po i pyet studentët, çka ndodhi me djaloshin? Po i thonë se varfëria e ka mundu shumë, edhe ka gjetë një punë, edhe po punon edhe i kalon studimet, e kalon universitetit. Kjo e preki shumë këtë dietar dhe shkoj më njëherë tek shtëpia e këtij djaloshi. Kur nxënësi dul dhe takoi shehun e tij, dietarin e nderuar, dietari po e pyet pse i la studimet, pse e la universitetin. Me lot në sy po ja tregon ngjarjen se çka ka ndodhur. Më njëherë dietari Ebul Hasan po e nxjerr unazën e vet që kishte shumë të çmuar, edhe po ja jep, po i thot shko, shite edhe përmirësoje gjendjen tënde. Ky nxënës natyrisht se u prek shumë nga kjo dhuratë madhështore, e mor edhe u nis për në tregun e arit. Edhe më njëherë shkoj tek argjendarët dhe ja prezantoj këtë unazë të çmueshme. Njëri prej argjendarëve e vrejti se ishte me të vërtetë një margaritar, edhe po i thot kjo unazë është shumë e çmueshme, shumë e vlefshme. Prej nga e ke, po i thot, po i tregon se më ka dhënë dhuratë dietari Ebul Hasan. Më njëherë po e merr këtë nxënës, këtë djaloshin e varfër, edhe po shkon me vërtetu tek dietari. Edhe dietari po ja vërteton se me vërtetë ja ka dhënë dhuratë këtij djaloshi. Ai po i thot, domthon, ti ofroj 1000 dinar për këtë.
1000 dinar, nëse llogarismi, do të thonë 1 dinar pasi që është 4,25 gram ari, nëse llogarismi tash aktual, do të thonë bojnë më shumë se 462.000 frank apo 462.000 euro, apo se gjysmë milioni euro. Bojnë, do të thonë, me vlerën 1000 dinar të asaj kohës ari. Edhe këtu tash këti dietar po don me ia dhënë një mësim të madh këtij djaloshi që ta kuptoje realitetin që ky djalosh nuk e kishte kuptuar. Po i thot, te kush shkove ti kur e morë unazën? Tha, shkova tek tregu i arit ku janë aty argjendarët. E pse shkove tek tregu i arit? Tha, sepse ata e njohin vlerën e margaritarëve, gurëve të rrallë dhe metalëve të çmuar. Buzëqeshi ky dietar edhe po i thot, përgjigjen ja dha vetës me veten tënde, pra vetë e dha përgjigjen. Po i thot, pse e tolerove që shitësi i rrepave ta përcaktoje çmimin tënd? A ka mundësi dikush me njoft vlerën e dijes, ai që nuk e njeh dijen, ai që nuk është prej pjesëtarëve të dijes? A mund ta çmoj vlerën e dijes dikush që nuk e njehat, dikush që nuk e posedon atë? I tha, kthehu në studimet e tua dhe mos lejo kur që ta të vlerësojë dikush ty me peshorën e tij. Mos e lejo që dikush ta vendosë çmimin ty që nuk ta njeh vlerën dhe duke e bërë me çka? Me peshorën e tij. Pra, mësimi që e nxjerrmi nga kjo ngjarje, kjo është ngjarja, mësimi që e nxjerrmi nga kjo ngjarje madhështore me këtë dobi shumë të rrallë nga e cila përfitojmë edhe në ditët e sotit. Edhe kjo është si një parim në jetën tonë. Mos e lejo asnjëherë që dikush që nuk ta njeh vlerën tënde me ta përcaktu çmimin tënd. Jo kushdo që të sheh ta njeh thelbin tënd, ta njeh brendësinë tënde, ta njeh vlerën tënde, ta njeh kualitetin tënd, të njeh shkallësitë tua, ta njeh vlerën që posedon. Vetëm argjendarët e njohin vlerën e arit, e argjendit, e gurëve të rrallë, të çmuar, edhe vetëm dietarët e njohin vlerën e dijes. Sa prej njerëzve dëmtohen, shkatrohen, e humbin vetën, e humbin orientimin, i humbin ambicjet, i humbin dëshirat për mi realizu ëndrrat e tyre, për shkak në një fjalë të dikujt që nuk ja njeh vlerën, të dikujt që nuk posedon zemër falëndëruese, mendje që kupton apo gjuhë që çmon. Vlerën tonë fillimisht e njeh vetëm Allah subhanahu wa taala. E pastaj nuk duhet në asnjë mënyrë të ndikohemi nga fjalët e atyre të cilët nuk na njohin vlerën apo nuk na njohin realitetin. Musa alayhis salam edhe Khidri, si njerëz më të mirë në atë kohë, kur kanë shku te ai fshati, kur kanë kërku konak, ata nuk ja kanë ditë vlerën. Prandaj kanë qenë njerëz më të mirë. Musa alayhis salam që ishte pejgamberi i Allahut, i dashur i Allahut. Pastaj Khidri që ishte një njeri me urtësi që Allahu azza kishte dhënë dije dhe urtësi dhe i afërt me Allahun azza wa jall. Kur Allahu azza wa jall përmendi fantalaqa hatta idha ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma fa Allahu azza wa jall. Ata dy kur ecën, kur nisën, edhe kur mbrenën te ai katundi, edhe i kërkuan që t'i japin diçka me ngrënë, me hongër. Çka bënon ata? Fa abaw an yudayyifuhuma. Ata refuzon me i dhon konak. Nuk e njohin vlerën e tyre. Nuk e njohin vlerën e tyre. Prandaj shumë njerëz kanë mundësi mos me ta njoft vlerën. Edhe ti nuk bën me u ndiku prej gjykimeve të atyre, apo vlerësimeve të atyre, apo përcaktimeve të tyre që ta vendosin çmimin, duke mos ta njoft vlerën tënde. Prandaj po e përmbylli me atë që fillova, mos lejo që ta përcaktojë dikush çmimin ty pa ta njoft vlerën tënde. Assalamu alaikum.